Përshëndetje të nderuar shikues, kudo që ndodheni, jemi drejt për drejt me emisionin Randevu. Se miqt janë të shenjtë, kjo nuk diskutohet. Jo vetëm për individet, por kjo vlen edhe për kombet. Kombi shqiptar në fakt e kanë përcjell në histori vuajtje, në përkëmbje, luftra, vrasje. Miliona shqiptar për shekuj kanë lindur e vdekur në sundimet e perandorive të ndryshme. Shqiptarët e kanë jetuar dhe kohën e mbretërive, komunizmit, diktatorëve, por shqiptarëve, sikur viteve të fundit, historia ja ka kthyer borxhin. Ata sot në Evropën juglindore kanë dy shtete. Të parin, siç dihet, pra e kanë krijuar në vitin 1912, ndërsa të dytin në vitin 2008. Në këtë rrugtim drejt shtetformimit, sigurisht se shqiptarët nuk kanë mundur të bëjnë vetëm, për shumë arsye. Gjatë këtij rrugtimi, shqiptarët, përkatësisht shqiptarët e Kosovës, përkrah kanë pasur aleatin më të madh, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke mos dashur të marrim natyrisht edhe kontributin e Gjermanisë, Mbretërisë së Bashkuar, Turqisë, Italisë, Francës dhe aleatëve të tjerë. Por, se lidhja e shqiptarëve të Kosovës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës është më shumë se miq, këtë nuk mund të mohojë askush. Fundja duhet thënë hapur se NATO-ja me në krye amerikanët ishin ata që ndihmuan çlirimin e Kosovës e më vonë edhe shpalljen e pavarësisë. Të kujtojmë për shembull deklaratën e presidentit George Bush në vitin 2007 gjatë vizitës në Shqipëri. Natyrisht ka qenë një deklaratë shumë emocionuese dhe e cila prapavetes ka pas një mesazh që shqiptarët e kishin pritur me shekuj. E dëgjojmë edhe shikojmë bashkë me pas kthehemi në studio. First of all, I don't think I called for a deadline. I thought I said time. I did. What exactly did I say? I said deadline? Okay. Yeah. Then I meant what I said. The question is whether or not there's going to be endless dialogue on a subject that we have made up our mind about. We believe Kosovo ought to be independent. Pra, ky ishte mesazhi i qartë në vitin 2008 i presidentit amerikan për pavarësinë e Kosovës. Dhe natyrisht se amerikanët ishin ata që mbështetën fuqishëm për shpalljen e pavarësisë së Kosovës, të cilën ne këto ditë do ta shënojmë 6 vjetorin e saj. Dhe në këtë 6 vjetor ne do të flasim në studio për rolin amerikan në pavarësinë e Kosovës. Ku të ftuar do të jenë veprimtari e çështjes kombëtare prej viteve 70-ta e deri në ditët e sotme, zoti Mehmet Ajrizi, pastaj bashkëpunëtori i afërt i presidentit Rugova Adnan Merovsi, historiani Muhamet Mala, si dhe analistja Angjelusha Morina. Por, para debatit në studio, ne për hir të 6 vjetorit të shpalljes së pavarësisë së Kosovës, do të sjellim dokumentarin Shtigjeve të pavarësisë. Dokumentari i cili flet për kontributin e intelektualëve të Kosovës në rrugën drejt pavarësisë. Dhe menjëherë pas këtij dokumentari, pra debati në studio me 4 mysafirët që u thash për temën roli amerikan në pavarësinë e Kosovës. Të nderuar shikues, pra ky ishte emisioni dokumentar Shtigjeve të pavarësisë, për të kujtuar që secili pra do të kisha thënë pjesëtari i këtij kombi në një formë ka kontribuar për rrugën drejt pavarësisë. Natyrisht, edhe ata të cilët kanë luftuar, nuk mund ta mohojmë se ata janë ndoshta ndër njerëz më meritor të cilët ju dedikohet, domethënë ky përfitori i 6 i pavarësisë. Por, sigurisht, ne kemi zgjedhur që këtë javë në kuadër të emisionit Randevu të debatojmë për një temë roli amerikan në pavarësinë e Kosovës. Natyrisht, siç e thash edhe në hyrjen e emisionit, përveç domethënë kontributin që ne jemi munduar për ta bërë Kosovën e pavarur, natyrisht ne kemi pasur edhe mbështetje të aleatëve tanë. Dhe për këtë temë në studio kam ftuar 4 mysafirë të nderuar. I pari që vjen në këtë studio është zoti Mehmet Ajrizi, veprimtar që nga vitet e 70-ta i çështjes kombëtare, i burgosur politik, pjesëmarrës në Rambuje edhe shumë funksione të tjera. Zoti Mehmet, mirë se erdhët në studio. Kam nderin të kemi në studio sot. Mirëmëngjes. Me mua në studio është edhe historiani, profesori universitar Muhamet Mala. Profesor, mirë se erdhët në studio. Mirëmëngjes. Me mua në studio është Angjelusha Morina nga Këshilli i Prishtinës për marrëdhënie me jashtë. Mirë se erdhët në studio. Mirëmëngjes, faleminderit. Si dhe bashkëpunëtori i afërt i ish presidentit historik, në fakt presidenti historik, ish presidentit Rugova, zoti Adnan Merovsi, mirë se erdhët në studio. Ndoshta, profesor, do të nisim me ju në kontekstin historik. Ku e kanë, do të kisha thënë, piktakimit marrëdhënies shqiptar-amerikane, profesor? Kur për herë të parë amerikanët interesohen për çështjen shqiptare? Fillimisht do të thoja që në këtë përvjetor të 6 të pavarësisë së Kosovës, do të shfrytëzoj nga rasti që gjithë qytetarëve të shtetit tonë të urojë ditën e pavarësisë
dhe shqiptarëve kudo që janë, me shpresë që pavarësia e Kosovës e ka faktorizu elementin shqiptar dhe ja ka ngrit peshën faktorit shqiptar në Ballkan, në Evropë dhe gjithandej në përbot. Shqequar historikisht, raportet në mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe shqiptarëve janë më të thella, ndërsa do të thoja në atë vertikalen historike, raportet me Kosovën janë ajo kurore e këtyre marrëdhënieve të cilat kanë fillu shumë herët. Ndoshta dua të them se në fillimin të shekullit 20, pikrisht të dy shtetet kishin nisur rrugtimin e vetë. Shqipëria, e cila në fillimin e dekadës së dytë të shekullit 20 kishte filluar eqen dhe pavarësin, pe kalon të atë moshën të quaj kësisoj të efemeris, në anën tjetër, pikrisht në këtë kohë Shtetet e Bashkuara të Amerikës po delnin në cilësinë e një kolosit, një fuqie e cila deri në atë kohë kishte mbetur anash në këto kombinimet politike dhe diplomatike, dhe pikrisht është lufta e parë botërore ajo që ja dha mundësinë Shteteve të Bashkuara të Amerikës të inkorporohet me diplomacinë e vet dhe me fuqinë e vet në këto elemente të cilat e përcaktojnë mandej rrjedhën diplomatike të historisë botërore. Prandej, nëse i kërkojmë këto pika takimi, atëherë dua të them se jonë pikrisht në kohën kur edhe krijohet, lind dhe zhvillohet shteti shqiptar. Çështja e Kosovës fatkeqësisht mbeti një çështje për të zgjedhur pas 1913-s, kur pranohen kufit politik të Shqipërisë, dhe ky element dhe kjo çështje e pas zgjidhur ishte ai rrugtim që bashkarisht e bën populli shqiptar, respektivisht shqiptarët, e tani e tutje edhe me përkrahjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Nëse nga konteksti historik e përcjellim në vertikale historike këtë lëvizje, do të thoja se këto raportet e para mes shqiptarëve dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës jo nis prej disa parimeve në fillim, domethënë në atë nismën e tyre, ato parime kanë qenë pikrisht parimet mbi të cilat edhe janë ngrit Shtetet e Bashkuara të Amerikës, parimi i demokracisë, parimi i vetëvendosjes dhe parimi i sigurisë kolektive. Prandej, këto elemente që në fillim ishin përkrah shqiptarët pikrisht për hir të këtyre parimeve që i kishte politika amerikane, ma vonë marrin ngjyra tjera, ato ngjyra ose ato zhvillime shkojnë ka krijimi i partneriteteve strategjike të cilat mandej marrin forma varësisht në për periudha të ndryshme historike. Prandej, mund të themi se nëse e rezumojmë këtë nisma është nga disa parime thjesht të demokracisë, të cilat mandej elaborojnë me kohë në parime tjera, në parime të mbështetura në një strategji dhe një partneritet të rëndësishëm me Shtetet të Bashkuara të Amerikës dhe shqiptarëve. Ndoshta vetëm ta shtoj edhe një fakt pse shqiptarët deri në këtë kohë, ndoshta është një pyetje logjikshme për të ushtruar, nuk patën një aleat të mirëfillt dhe gjatë historisë çdo herë mbeten anash aleancave të ndryshme. Dua të them se në përgjithësi aleancat gjatë historisë funksionojnë në parime të interesit dhe këto parime mandej ndihmohen edhe në parime të tjera, qofshin ato të natyrës fetare, kombëtare, gjuhësore, etnike e kështu me radhë. Shqiptarët, duke qenë populli veçantë në Ballkan, kishin mbet jashtë këtyre kombinimeve politike, të cilat këto aleanca ose ishin kriju në bazë të këtyre parimeve, prandej mbetja e tyre jashtë e kishte vonu edhe e kishte pengu procesin e pavarësimit. Prandej futja në skenën historike e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, e cila sidomos pas konferencës së paqes të Parizit 1919 u fut fuqishëm në diplomacinë evropiane, ishte një ugur i mirë, një lajm i mirë, i cili ja dha ngjyrimin këtyre raporteve gjatë historisë, domethënë raporteve të shqiptarëve dhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Që do thotë, po e kuptojmë, domethënë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë pas një rol të rëndësishëm në shpalljen e pavarësisë së Shqipërisë. Absolutisht kanë pas, absolutisht. Në fakt, po është deklarata e famshme e presidentit. Po, deklarata e presidentit Thomas Woodrow Wilson, i cili e rikonfirmoi pavarësinë e Shqipërisë. Dua të them se Shqipëria u krijua në vitin 1913, u pranua faktikisht, mirë po opinioni diplomatik evropian nuk kishte ende
të qartë ose nuk e pranonte këtë pavarësi ose kishte dilema rreth kësaj. Kështu që ta themi vetëm një përshtypje ose një mendim të asaj kohe, për shembull opinioni francez e kishte shpallur Shqipërinë si një shpikje diplomatike të Austro-Hungarisë. Mandej opinioni evropian, duke përfshirë edhe Britaninë e Madhe dhe shtete tjera, e konsideronte Shqipërinë si një shtet, si një fëmijë jo të ligjshëm që rritet me mami italiane. Pra e konsideronte një krijim të Austro-Hungarisë, një fëmijë jo të ligjshëm që rritet me një mami italiane. Kështu ishte në kuptimin me mbështetjen italiane. Dhe këto dilema, të cilat mandej u treguan, e kemi në vitin 1915, në mars të vitit 1915, në nënshkrimin e traktatit të msheft të Londrës, ku edhe përkundër faktit se ishte proklamuar dhe ishte deklaruar pavarësia e Shqipërisë, fuqitë e mëdha ende e kishin në ide Shqipërinë si monedhë kusuritje, prandaj nuk ishte e garantuar pavarësia e Shqipërisë. Prandaj pikërisht inkorporimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës ja japi një shtytje të madhe këtij procesi, aq më tepër që Shtetet e Bashkuara të Amerikës u involvuan në diplomaci pa ngarkesat, pa prejudikimet, pa interesat që i kishin vetëm me parime. Mund të themi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës në konferencën e paqes në Paris nuk ishin të ngarkuara me atë hipotekën e marrëveshjeve të mshefta që i kishin pas shtetet tjera. Mandej, ato nuk kishin pretendime territoriale, nuk ishin pjesë e kombinimeve që i kishte bërë Evropa më herët, prandaj pikërisht ata u futen në këtë diplomaci pa ato ngarkesa dhe duke u mbështetur edhe në parimet që i kishte proklamu shumë herët Thomas Jeffersoni, mandej me ato 14 pika i kishte reprodukuar më fuqishëm edhe Thomas Woodrow Wilsoni, ishte të themi pikërisht një fat në atë fatkeqësinë e Ballkanit të asaj kohe që inkorporimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës e mundsoi ekzistencën e atij shteti të shpallur i cili ende nuk i kishte të siguruar ekzistencën e tij në ato ujëra ta quajmë kësaj të turbullta të vetë diplomacisë evropiane. Pra e kuptuam historikisht, zoti Mehmet, domethënë rolin amerikan në çështjen shqiptare ose lidhjet e para, domethënë të aleancës, do të kisha thënë shqiptar-amerikane. Po Kosova, çështja e Kosovës, kur mendoni se ka qenë për herë të parë amerikanët janë kyçur për zgjidhjen e çështjes së Kosovës dhe për zgjidhjen e problemit shqiptarëve të Kosovës? Fillimisht në këtë 6 vjetor të pavarësisë së Kosovës është një borx moral, domethënë, të përulemi para gjithë të atyre burrave e grave të Kosovës që u flijuan në themelet e pavarësisë së Kosovës. Dhe së dyti të shprehim mirënjohjen e thellë dhe të vazhdueshme miqve tanë në krye me Shtetet e Bashkuara të Amerikës që na u gjetën në çaste të rënda historike për të kaluar atë provë të madhe të historisë shqiptarëve të Kosovës dhe për të fituar lirinë e pavarësisë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës në radhë të parë hynë në çështjen e Kosovës me vlerat e tyre. Që përmend dhe profesor Mala. Çështja e Kosovës është çështje e vetëvendosjes, të drejtës për vetëvendosje të popujve. Ajo është aneksuar me dhunë, është ndarë nga trungu i Shqipërisë dhe prej atëhere çështja e saj ka qenë çështje e së drejtës të popujve për vetëvendosje. Domethënë për të shkputur nga një sundues dhe për t'ju bashkangjitur ose për t'ju ribashkangjitur atë dheut ose trungut nga i cili ishte ndarë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë mbrojtur parimin e vetëvendosjes. Dhe këtu vjen ndihma amerikane me vlerën e saj të vetëvendosjes, të drejtës së vetëvendosjes popujve në ndihmë Kosovës, domethënë që nga koha kur Kosova ishte ndarë padrejtisht nga Shqipëria. Do të thotë që pas luftës dytë botërore, kur është themeluar Jugosllavia, nuk po flas për Jugosllavinë e vjetër. Pas luftës dytë botërore ka qenë lufta e ftoftë dhe Jugoslavia kishte pozitë të tillë ndërkombëtare që e bënte shumë të vështirë, jo vetëm të çlirohej Kosova, por do të siguronte një aleancë ose një mbështetje të drejtë për drejtë
nga jashtë, por vlerat amerikane përsëri ishin ato që shkonin në dobi të Kosovës, në mbështetje të saj, në të drejtën e saj, dhe në vitin 1981, për shembull, kur populli i Kosovës u ngrit në këmbë për të kërkuar shtetin e tij, për të kërkuar republikën, nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë ardhur mbështetje të fuqishme në gjithë shtypin dhe mediat amerikane për të drejtën që kishte Kosova atëherë për të bërë një republikë e shtatë, domethënë për të bërë një shtet në Jugosllavi. Gjatë periudhës luftës ftoftë, gjatë periudhës Jugosllavisë, amerikanët vazhdimisht kanë qenë të interesuar për çështjen e Kosovës dhe kjo është fuqizuar në vitin 1981 me demonstratat e studentëve. Vitin 1981 ka qenë një përkrahje e hapur dhe shumë e gjerë dhe e fuqishme që ata që kanë qenë në demonstrata shpeshherë kanë dëgjuar komentet e udhëheqësve të grupeve demonstruese në vitin 1981, duke treguar që mbrëm zëri Amerikës tha këto për demonstratat tona dhe kjo shpërthente në ovacione dhe thirrje të demonstruesve, duke parë se jemi të mbështetur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe kjo përbënte një fuqi morale për njerëzit që ishin në barikada. Domethënë 1981, gjatë viteve 80-ta, unë sërish po shkem kronologjikisht, sepse për të katarët e vitet 90-ta, vitet më të rëndësishme, ndoshta. Gjatë viteve 80-ta, 81-ën u kuptuam që, domethënë, vetëm ndikimi amerikan, roli amerikan në mbështetjen e shqiptarëve të Kosovës ishte i madh. Dhe shqiptarët e kishin mbështetjen, e gjenin mbështetjen aty, zoti Mehmet, të amerikanët për të vazhduar, domethënë, për idealin e tyre për formimin e shtetit. Si ka rrjedhur, domethënë, ngjarjet e viteve të 80-ta deri në, domethënë, ardhen pushtet Miloševićit, edhe kur dihet, domethënë, ajo periudha e heqjes anatomisë. E gjenin mbështetjen në radhë parë, mbështetjen morale dhe frymëzimin nga vlerat amerikane të lirisë të demokracisë. Edhe të vetëvendosjes që thash në fillim. Kjo ishte mbështetja që shpirtërore që u bëi njerëzve në atë kohë dhe besimi i madh që kishin tek Shtetet e Bashkuara të Amerikës, tek fuqia morale demokratike e Shtetet e Bashkuara të Amerikës, tek parimet bazë në të cilat ishte ndërtuar dhe udhëhiqeshin politika jashtme dhe gjithë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, përbënin, domethënë, mbështetjen dhe besimin e madh të njerëzve drejt atij objektivi historik që kishin shqiptarët e Kosovës. Por një mbështetje e drejtë për drejtë dhe involvimit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në çështjen e Kosovës ndodh pastaj në vitet vijuse, nga fundi i viteve 80. Domethënë 88-89. Atëherë kur demonstratat, greva minatorëve, kur merr fund lufta e ftoftë dhe kur bjen Bashkimi Sovjetik, fillon një transformim i madh i vendeve të rajonit tonë. Edhe me Bashkimin Sovjetik, me rënë Bashkimin Sovjetik, me luftën që bënte Solidarnosc në Poloni, për shembull, në atë kohë, pastaj me rënien një pas një të sistemit komunist nëpër vendet ndryshme të Evropës juglindore e tjerë. Lusha, erdhëm domethënë tek periudha më rëndësishme. Domethënë periudha kur natyrisht se Kosova ishte drejt për drejt çështja e Kosovës e lidhur me ngjarjet globale që ndodhin, domethënë rrëzimi i Bashkimit Sovjetik. Por periudha më e rëndësishme ka qenë domethënë 1989-90 kur është themeluar Liga Demokratike e Kosovës. Ju personalisht, si e vlerësoni këtë ndërhyrjen, të kisha thënë, në thonjza të Shtetit Amerikan në çështjen e zgjidhjes çështjes së Kosovës? Sa ka qenë rëndësishëm për shqiptarët, domethënë kjo mbështetje një fuqie botërore? Faleminderit shumë Korab për ftesën, është kënaqësi me qenë këtu. Sidomos pak para 6 vjetorit të pavarësisë, edhe pse duke mos dashur ta prishi, si me thonë, atmosferën festive, nuk mendoj që Kosova është komplet e pambarur për shkak se kemi sovranitet të cenuar dhe integritet jo të plot. Po sidoqoftë, nëse kisha mujt veç pak me shku mrapa, pajtohem plotësisht me profesorin dhe me zotin Hajrizi për ndikimin amerikan në formimin e shtetit shqiptar, mirë po prapë në vitin 2012 ne shteti shqiptar ka përfundu
nëse kisha mujtë me qujt i pa përfunduar në vitin 1912 dhe pastaj me njohjet që pasojnë në vitin 1913 për shteteve të ndryshme, mu për shkak të faktit se shumica e tokave të banuara me shqiptar në Kosovë, në Malin e Zi dhe në Maqedoni kanë met komplet jashtë, edhe pse në pas 100 vitesh do t'ju kthehen Shqipërisë. Sipas marrëveshjes apo? Jo, nuk e di që ashtu ka qenë marrëveshja, mirë po ato fakti është që ato kanë met dhe Shqipëria është shpallë pa mbarur, po me ato kufit që Shqipëria i ka dhe sot. Do me thonë, edhe pse parimet wilsoniane ose paradigmi wilsonian ka qenë vetëvendosja pikë së pari, parimi vetëvendosjes nuk është vu në funksion në rastin e Shqipënisë për faktin që këto pjesë tjera kanë met jashtë. Me kalu të pyetja e juaj, do më thonë, sa ka qenë rëndësishëm, ashtu do më si që ishte dhe pyetja, në 90-at, po. E inkuadrimit amerikan në çështjen e Kosovës, për shqiptarët natyrisht, të cilët e morën një mbështetje dhe më thonë një fuqi botërore. Unë mendoj që mund të spjegohet në një trajektore pak si, jo krejt horizontale, po ajo trajektore bashkëpunimi përkrahjes së amerikanëve për shqiptarët e Kosovës viteve 90-a varion. Në fakt, në fillim të viteve 90-a, të dhanun atë nga tregojnë që Amerikanë në fakt i kanë këshillu liderët tanë, liderat e atëhershëm, që në një mënyrë të mos kërkojnë kushe disa shumë dhe të mbesin në situatën të cilën ishin, pak a shumë kishte fillu një lloj pluralizmi politik të shpërndatë edhe në ish Jugoslavinë, dhe luftat u kërcënoshin në Bosnje me normal ndamje në Slovenisë pikë pari, mandej lufta u kërcënoke në Kroaci në Bosnje, dhe Kosova ishte këshillu që të rinë pak a shumë urt në ato vitet e para, dhe të mos kërkoj shumë për shkak se nuk ishte momenti i duhur që të merret bashkia ndërkombëtare me Kosovë. Unë mendoj që pika kyçe është pas luftës në Bosnjë, sidomos pas Srebrenicës në vitin 95, kur bashkia ndërkombëtare turprohet para botës, me vetë faktin që nuk kanë qenë në gjendje trupat paqruajtëse të ndërhyjnë dhe të bëjnë diçka në... Janë për marrëveshjen e Daytonit, do të thonë. Jo, po flas për Srebrenicën 95. Po, para marrëveshjes së Daytonit, do të thonë pastaj ndodh marrëveshja e Daytonit. Jo, është ai momenti kyç mendoj që është turprimi i bashkisë. Momente shumë të rëndësishme për Kosovën, sa unë e di. Zoti Merosi, ju keni qenë atë vërtet, domethënë nëse kisha mujt vetëm i përfundu, është momenti kyç se është turprimi i madh i bashkisë ndërkombëtare dhe pamundësia e tyre që të intervenojnë në Srebrenicë. Ne i kemi pa pamjet shumë shpesh kur ushtarët e OKB-s rinë anash dhe shiqojnë holandez, derisa 8.000 veta masakrohen, atëherë mendësia dhe vullneti politik pak a shumë ndron, sidomos në Shtetet e Bashkuara dhe në Britaninë e Madhe sa i përket intervenimit të mundshëm në Kosovë, dhe aty mendoj 95 është pika kyçe. Po. A është pika kyçe 95 apo më herët, zoti Mirovci? Unë mendoj që është më herët. Më herët? Por megjithatë, po tani është viti 90 dhe pikrisht ajo siguria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës që shqiptarët e Kosovës kanë një ngritje në intelektualitet dhe në disiplinë, le të themi, politike për t'ju përshtat momenteve dhe kohrave të cilat ishin dhe dominon në atë kohë ku me një padugjëshmëri, si me thonën, vlerësoheshe se do të pësonim keq dhe nuk do të arrinim ato që i arritëm në proces. Por nëse më lejohet, unë kisham veç një retrospektiv në kaluarën, sepse çështja shqiptare dhe raporti, ose si që është titulli i emisionit roli i Amerikës për Kosovën, disi pak si e veçan në përgjithësi temën, po ajo që është e përgjithshme është se roli i Amerikës në Kosovë shihet dhe fillon qysh me presidentin Wilson, sepse në atë kohë parimet e tij 14 pikëshe që ma para, si që tha profesori, nuk u pranuan dhe aju ndaj zhgënjym prej Evropës në një mënyrë rreth kësaj, dhe pastaj pas luftës dhe imponimit të parimit që të vezdit vendosin vetë dhe jo të huajt dhe të fortit, për çështjen shqiptare është nënkuptuar territori dhe vetëvendosja dhe populli që ka përfshi edhe Kosovën, si me thonë. Tjetër është çështja pastaj apetiteve të mëdha. Por një element që me të drejtë mendoj elaboroi profesori, por që mendoj është shtesë, është se Amerika në atë kohë e bëni një ulëmtim në Shqipëri me përfaqësues diplomatik në Itali dhe në Greqi, dhe unë njoh pak a shumë
kryesisht në pjesë e teritorit të Shqipërisë së sotme, dhe mendoj se në atë kohë në përgjithësi ishte një vlerësim shumë pozitiv, dhe mendoj se edhe një element tjetër është që Woodrow Wilson, nëse Amerikën e bëni më këmbgulës në këte, dhe ishin kryesisht apetitet e Greqisë dhe Italisë, dhe kur pas edhe në veri cenohet si territor, dhe më thonë, ishte pak më këmbgulës. Dhe më thonë, përveç traktateve të mshefta që zhvilloheshin në atë kohë, në mes fuqive të mëdha të Evropës, Italisë, Francës dhe Anglisë kryesisht, atëhere këto dhe çështja e apetiteve shumë të mëdha, mendoj se ishin argumente pak irrituese pozitivisht, po them këte, irrituese për Amerikën dhe nënkuptoheshe edhe Kosova dhe territoret, por ndodha ajo që ndodhi dhe t'i kthehem tani pyetjes. Unë mendoj se krejt e curia e pas luftës dytë botërore dhe periudhës së luftës së ftoftë ku Kosova në atë kohë përpos shtetit dhe pushtetit që dominohi dhe dihet si ishte, në krijimit një perandorie të madhe që quhej Jugosllavi, një shtet artificial i krijuar dhe nuk po hyn atë, por shqiptarët në Kosovë u vetë organizuan dhe duke filluar prej menherë pas luftës dytë botërore, prej lëvizjeve të mëdha, mos hy me i numëru, por e fundit është që orientimi politik dhe edhe ideologjik i shqiptarëve me organizata edhe ilegale të kohës ishin, si me thonë, udhërrëfyse krejt kësaj, dhe me thonë, janë të pandashme, edhe pse ishte ekstremisht komuniste dhe ishte, por ishte shqiptare, kishte trungur, dhe na pruni dhe na soli dhe në fund vitet të 80-ta, gjithë vitet të 90-ta. Dhe fundi luftës së ftoftë, soli deri te erërat e reja demokratike, që kishin filluar kryesisht në Kosovë. Mos harrojmë ne këtë s'duhet harruar. 68-89 ishin fillet e pa demokratike në Evropë. Ty u bashkangjit edhe Çekia dhe që simbolizohet dhe personalizohet me një student, Jan Pallaj, i cili djegu vetën në mes të Pragës, fjala vjen. Dhe në atë kohë, këto erëna sollën, dhe me thonë, atmosferën edhe të krijimit të sistemit shumë partijak, plural, dhe në atë kohë shqiptarët i gjetin një organizim çfarë ishin, do të thonë, ne ishte një homogenizim si kur ma parë në histori, dhe e dim, duke filluar prej kundërshtimeve të ndrimeve kushtetuese, minatorëve, pastaj popullit në përgjithësi, sindikatës pavarur, sepse nuk du të harruar si organizime këto, që luftoheshin, si me thonën, të drejtat, kinse të punëtore, por ishin edhe përfshira nacionale, dhe në fund, krijimi i LDK-s, që ishte, do me thonë, konform edhe kohës dhe momenteve dhe lejesave. Ka pasur Amerikanët në formimin e LDK-s? Absolutisht që ka pas, sepse në atë kohë po kryesisht Amerikanë atë kohë mendoj, po ka pas, dhe Bliut ka qenë zoti Bruce Konak, një diplomat i rryer, i karierës që ka qenë permanent dhe bile këtu, dhe zoti Ajrizi është dëshmitar në atë kohë që ka qenë edhe në këto negociata ka marrë pjesë në këto bisede, do me thonë atmosfera para krijimit të LDK-s ka qenë shumë e dominume dhe inspirume, po kryesisht fillim, Amerikanët janë interesuar ky popull i organizuar si i tillë ka orientimet, dhe me këte janë pastru gjanat dhe njihen takimet dhe ardhjet e ndryshme udhëtimet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në një delegacion shumë i madh, ku ka marrë pjesë profesor Qosja, profesor Rugova, doktor Ibrahim Rugova dhe të tjerët, një grup shumë i madh, edhe disa luftarë për drejtat njerëzit e tjera, dhe kjo ka qenë, si me thonë, një ngjarje shumë e rëndësishme, kthimi i tyre, pastaj komunikimin mes krijimi i lidhjes demokratike të Kosovës dhe platforma e saj dhe ardha e vizitave pasuese pastaj Bob Dole, senator Dole, Tom Lantos, Joe Diogardit dhe me tekst të veçantë vizitat e ambasadorit Zimmerman që mendoj që gjatë kohës. Po kjo po më intereson, domethënë zoti Ajrizi, çfarë kujtoni domethënë nga ajo periudhë kur nga këto takime që përmendi, domethënë para formimit të LDK-s, cili ka qenë ndikimi amerikan, ose roli amerikan, do të kisha thënë, në formimin e LDK-s, edhe cili ka qenë synimi? Shko, nuk mund të flasim për krejt periudhën prej viteve 90, domethënë prej kur fillon involvimi i drejt për drejt i politikës amerikane në Kosovë.
përpandarë në disa periudha. Dhe disa procese e veprime që kanë ndodhur pastaj në periudat të caktuara prej vitit 1990 e deri në vitin 1999. Pastaj ne mund të shkojmë edhe në periudat e pas luftës, që janë jo më pak të rëndësishme se sa ato tjera që patëm para luftës. Por, po të hyjmë një analize të këtyre periudave, fazave në për cilat ka kaluar involvimin ndërkombëtar në Kosovë, në mbështetja e jashtme për çështjen e Kosovës, ne do të shohim që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë pasur rolin pris në këto procese të mbështetjes ndërkombëtare të çështjes së Kosovës. Sakt. Unë përdu të shkëm sakt me që keni qenë edhe dëshmitar aty, zotim Mehmet, këtyre takimeve. Kur, për shembull, një ambasador ose një dërguar Amerikan ka ardhur për t'ju thënë shqiptarëve që do të formonin një, për shembull, Lidhjen Demokratike të Kosovës? Jo në këtë kuptim në formimin e një partije. Por kanë ardhur këtu për shembull grupe kongresmenësh, edhe siç i dini ta zonë kanë ndodhur vitin 1990 edhe ngjarje para Grandit, janë plagos djemtë e vajzat e Kosovës që kanë protestuar kundër regjimit pushtues, por edhe kanë brahurujtur për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. USA ka qenë thirrja kryesore e atyre ditëve domthon kur u plagosën dhjetra djemë e vajza në atë manifestim, në atë protest, në atë demonstrat. Sepse ishin aty në Grand, kishin ardhur një grup kongresmenësh në krye me Bob Dolan, kongresmen të tjerë, pastaj senator, pastaj grupe zyrtare të Shtetit Bashkuara të Amerikës, pastaj shkurja e delegacioneve të Kosovës, jo pak po të shumta në Shtetet Bashkuara të Amerikës, që gjenin një mbështetje, gjenin përkrahje, pastaj angazhimi dhe lobimi i mergatës shqiptare në Shtetet Bashkuara të Amerikës, që tash nuk ishte më një mergatë thjesht për të fituar kafshatën e gojës. Lobi shqiptar. Po ishte bërë një grup i madh lobues, të cilët kishin fuqi ekonomike, kishin fuqi diplomatike, politike, kishin miqësi të lidhura ngushtë me zyrtarë të lartë amerikan, dhe do përmendur patjetër këtë lidhje që e bënin me politikën amerikane njerëzit tanë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe shfrytëzonin pastaj edhe lobet tjera përveç atij shqiptar për të mbështetur çështjen e Kosovës. Është e vështirë të nalemi tash në detale se cilin takim të themi çfarë u tha. Sepse nuk do na mjaftojnë orët që kemi këtu, dhe kemi veprime pastaj të drejtë për drejtë të Shtetit Bashkuara të Amerikës në një periudhë më të vonshme të kësaj bisede, që është shumë e rëndësishme të ndalemi atje të detajizojmë nëse duhet bën detaje. Ardha e ambasadorit Zimmerman ka qenë shumë e rëndësishme. Pse ka qenë e rëndësishme? Ambasadori Zimmerman ka qenë disa herë në atë kohë. Hera e parë ka qenë në vitin 90, i cili në mënyrë demonstrative, edhe pse tani kur përshkruhet është një rast shumë i thjesht praktik, rrugës, do me thonë me liderët e më vonshëm, dhe që ishin inicial në atë kohë, si me doktor Hugo në fjalla vjen rrugës, ose me njerë pas fjalla vjen ambasadori Ryerson në Amerikë, që dilte me liderin e Shqipërisë të asaj kohë Berishën, pa u themelue që i lynin pëmt me qires në mes Tiranës, dhe ajo demonstroheshe si përkraje Amerikës ndaj. Dhe kjo është një, dhe kurse ajo, për çka ju po insistoni rreth një takimit dhe çka është folë, shquhet takimi ose vizita e ambasadorit Zimmerman vitin 91, i cili erdhi edhe aty shoqëronte, domethënë ai që i parapriu krejt këtyre komunikimeve bile edhe ka pas ndërhyrje edhe në komunikim edhe në statusin e partisë ku ta dijun të LDK-s në këtë rast ka qenë Bruce Konak, i shoqëruar si sekretar dhe diplomat i lartë dhe ambasadori, i cili pat ardh prej kësaj distance kohore mund të them që pat ardh për ta testuar popullin shqiptar ose udhëheqësat përfaqësues për pjesëmarrje të kosovarëve në zgjedhjet në Serbi. Ishte viti 91. Dhe në këtë takim, i cili është mbajtur në vitin 91, në shoqatën e shqiptarëve të Kosovës ka qenë ambasadori Zimmerman, diplomati Konak, dhe nga kosovarët ka qenë profesor Qosja, doktor Ibrahim Rugova, Femi Agani, Adem Demaci, Burhan Kavaja, Bujar Bukoshi,
Hivzi Islami, profesor Recep Ismaili edhe Alush Gashi. Dhe ky takim ka qenë për koincidencë ose për fat, i tërë takimi ka stenograme nga ky takim, sepse është incizue në atë kohë, dhe është edhe transkriptet janë dhëna nga këtu, dhe këtu, nga ky takim që ishte paka shumë me përfaqësues disa të botës akademike, disa të një subjekti politik, disa të sindikatave, disa të pjesës fjala vjen të rezistencës deri atërshme që përfaqësoi me zotin Demaci, ishte vetëm si provë, si test, dhe mori përgjigje ambasadori, fjalë për fjalë, prej secilit, do të thonë ishin unik, që këto zgjedhjen nuk do të marrin pjesë, dhe nuk marrin pjesë jo për shkak të një krenarie ose të një qëndrimi negativ në sensin politik, po thjesht esencialisht nuk kontribuojnë dhe nuk ndihmojnë asgjë. Kjo është një, dhe e dyta, vërtetimi ambasadorit Zimmerman që ne në çdo vendim t'juajën, ne jemi me ju, dhe është tekstualisht të shkruar, por i paraprir me përcaktimin e shqiptarëve që të hecin në rrugë paqësore. Kjo është diçka në mënyrë shumë determinuese e thonën. Dhe unë po e them, atë ka qenë takim dhe incizuar është, dhe i transkriptuar, dhe është në libër sot dhe ekziston, por hiç takimeve një nga një dhe mesazhet marrëna nga këta që në atë kohë konsideroheshin si udhëhec të popullit. Disa institucional, disa nga shoqëria, dhe si tillë unë mendoj ka qenë si piknisje e një orientimi të tillë që Shtetet e Bashkuara Amerikës do të jenë me juja në pretekstin që për kohën ju keni zgjedhur politikën paqësore për të ecë më tutje. Ka qenë mesazhi i decisiv në vitin 91. Ndërkohë që vjen edhe deklarata tjetër, profesor, e George Bushit, presidentit amerikan George Bushit vjetër, kur i cakton dhe vjen e kushit, domethënë, Miloševićit, te çështja e shqiptarëve të Kosovës. A është ky edhe, do të kisha thënë, ai roli i madh amerikan në mbrojtjen e shqiptarëve dhe drejtave shqiptarëve të Kosovës? Absolutisht besoj që po, dhe ta shtoj vetëm edhe një informacion tjetër, ndoshta nga këndvështrimi historik vazhdimisht, se e shtruat si pyetje ku mund të gjenden ato pika ose cilat janë ato pika që e lidhen direkt me Kosovën edhe e ndajnë pak ose e veçantojnë për çështjes shqiptare, çështjen e Kosovës në raport me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pikrisht mendoj se janë bukur të thella, edhe prapë të kthehemi te konferenca e paqes në Paris, është ndoshta fakt pak i njohur, por që në atë kohë me 7 mars të vitit 1919, përfaqësuesi i delegacionit shqiptar Turhan Pasha, duke ditur se trevat shqiptare të cilat konferenca ambasadorëve i kishte lënë jashtë kufive, e këtu llogaritet edhe Kosova, po edhe viset tjera, kishte kërkuar, është shumë interesant që këto treva të cilat kishin mbet jashtë kufive politik të Shqipërisë, tu sigurohet një mandat 2 vjeçar amerikan. Shumë është interesant. Do me thonë, qysh në atë kohë në vizionin e tyre delegacioni, këtu mund të shtoj edhe një element tjetër i cili u përmend Kalimthi, është ndihma e madhe e Vatrës, e organizatës pan-shqiptare, e cila shërben të si urlidhse. Madje në ato kohërat e vështira për shtetin shqiptar, Vatra kishte marrë edhe rolin e shtetit. Ajo faktikisht i përfaqëson të shqiptarët. Shqiptarët nga Shqipëria kishin ato problemet të ndara në qeverie tjera, dhe Vatra ishte ajo që ja jepte një kuptim, dhe më thonë, ma të rëndësishëm, bili ajo kishte kontribu edhe në aspektin material. Shteti shqiptar nuk kishte pas mundësia as delegacionit me asiguru një qendrim të dinitetshëm Paris, dhe shqiptarët në organizim të Vatrës të organizatës pan-shqiptare kishin mbledhur, ekzistojnë të dhanat burimet historike, $150,000 të cilat i kishin dërgu direkt në Paris me mënyrë që ta financojnë edhe t'ja sigurojnë një qendrim të dinitetshëm delegacionit. Prandaj mund të themi se qysh në atë kohë delegacioni shqiptar Turhan Pasha kishte kërkuar me 7 mars, edhe pse kjo kërkesë e tina nuk ishte shty përpara për shkak të kuptohet qendrimit edhe statusit që kishin pas delegacioni shqiptar atje, kishte kërku që trevat shqiptare që kanë mbet jashtë kufive etnik të vitit 1913
tu sigurohet një mandat Amerikan 2 vjeqar. Dhe kjo tani ta lidhin pas 90 vitësh, ose gati 100 vitësh, po arrim të vija kuqe e George Bushit vjetër. Po arrim të kjo, dhe më thonë... Që është shumë e njohur, dhe më thonë edhe... Unë besoj se politikat amerikane, respektivisht politika e Shtetit dhe Bashkuarat Amerikës, nuk është politik ad hoc, nuk është politike ndërtume aty për aty, ajo është një projekt pak më i thellë, kuptohet rrethanat historike e kanë favorizua se kanë lanë anash, mirë po me gjithate interesimi Amerikan për çështjen shqiptare ka qenë i vazhdueshëm. Është ajo periudha 52 vjeqare e sundimit të monizmit, ku mrenda 52 viteve mund të themi se s'kishte shkel këmbë amerikane në Shqipëri. Megjithatë, Shqipëria ishte çdo herë një element interesant për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pikërisht edhe sot mendoj kësaj, unë nuk e ceka rastisht në fillim që këto kontakte kanë shku jo nis nga një parimi i vlerave amerikane të vetëvendosjes, të sigurisë kolektive, të demokracisë, por kanë evolu ma vonë me një partneritet strategjik i cili është mbështet në diçka. Është mbështet pikërisht në faktin se thash nuk janë politika improvizuse ose ad hoc, po janë politika të cilat e kanë parasysh edhe një histori të raporteve. Në mentalitetin kolektiv, në kujtesën kolektive shqiptare, populli amerikan çdo herë është konsideru, jo vetëm tash me rastin e Kosovës, po edhe më herët, një popull i cili i ka dalë në mbrojtje dhe ka vlerat të tilla të cilat duhet të përkrahen edhe të mbështeten edhe të krijohet një partneritet strategjik. Prandaj ajo tash që ju e potencut vizita e Bushit në 2007, në korrik të vitit 2007, sidomos në Fushë Krujë, kishte qenë edhe disi e jashtëzakonshme edhe për ata që e njohin diplomacinë shumë thellë, sidomos rasti i Krujës kur ishin kthy ato parimet Fushë Krujës, parimet protokolare të sigurisë, për shembull, kur masa ju kishte afru aq afër, ato gjana, do të thonë, kanë treguar në një farë mënyrë atë emocionin, atë përkrahjen. Mos të harrojmë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë projekte, raporte, gjana të cilat e përcjellin edhe qëndrimin. Në fakt, një gjë është me rëndësi. Shtetet e Bashkuara të Amerikës me politikën e tyre globale mund të krijojnë qeveri, krijojnë përkrahje. Mirë po tek shqiptarët e kanë përkrahje në bazë të popullit, jo vetëm te qeveria, dhe ky është një element. Prandaj, duke i ditë këto vlera, nuk e shoh rastysh me as deklaratën as vinë kuqe të George Bushit. Në rregull. Arritëm tek, domethënë, në periudha që ju më herët të cekat e zhvillueshëm, domethënë tek konferenca e Daytonit, ku edhe shqiptarët nuk u përmend çështja e Kosovës për shkak se nuk ishin përfshirë në luftë, domethënë. Dhe kjo ai detyroi shqiptarët të marrin, domethënë, të ndjekin një rrugë tjetër, dhe cili ishte ky përkraja amerikane, domethënë, në këtë drejtim. Pavarësisht përkrahjes të bujshme të Shteteve të Bashkuara për shqiptarët gjatë viteve, duke shku aq larg sa në 1912, unë prapë mendoj që është duhet shumë më tepër të bëhet prej përgjithësi komunitetit ndërkombëtar për pozitën e shqiptarëve në Evropë, ose gjendjen e shqiptarëve në Evropë për ka shtetbërja. Në vitin 95, ju e cekët, për shembull, nuk ka pas prezencë të shqiptarëve në Dayton dhe as që është përmend çështja e Kosovës. Kosova ka qenë luftë siç ka qenë Bosnia. Po, veç se nëse kisha mujt veç pak më kthy mrapa me vite në simas të drejtës ndërkombëtare me kushtetutën e 74-ës, Kosova i ka përmbush kushtet e konventës së Montevideo, që njihet konventa e Montevideo në studimet e drejtës ndërkombëtare, dhe kjo konvent i ka 4 parime kryesore. Ato janë për një vend që të ketë të drejtën e shtetit, duhet të ketë territor, një popullat të caktuar, të cilën Kosova e ka pas gjithmonë. Pastaj duhet të ketë mundësi të vetë qeveriset, ose të tregoj aftësi të qeverisjes, të cilën prap Kosova me kushtetutën e 74-ës e ka pas, dhe mundësinë të hyjë në marrëdhënie bilaterale me shtete tjera, të cilën Kosova me kushtetutë e ka pas. Domethënë, ne kemi pas mbrojtjen territoriale, ne kemi pas kuvendin krajinor dhe qeverinë e Kosovës me kushtetutë 74-ës, territorin e caktuar dhe mundësinë për të hyrë në marrëdhënie bilaterale. Ekzistojnë
lexojnë dokumentet pa numërta në fakt, sidomos në çështjet ekonomike, në të cilat Kosova ka hyrë marrëdhënie bilaterale me shtetet si Italia, Gjermania dhe shtetet tjera në Evropë, du me thonë. Është ndarë një qytet e rolja Amerikanë. Po, pikrisht. Për krahjen të cilën jemi du ta kemi, ne nuk e kemi pas gjatë kohës së Jugosllavisë prej Bashkisë Ndërkombëtare, çështja e shqiptarëve në Jugosllavi, po e ceka edhe në vitin 1912 për shkak që jemi lënë anash ose jashtë komplet kufive. Do me thonë po, kemi pas përkrahjen e Amerikanëve dhe në mënyrë të verbër ne kemi tregojmë dashuri ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës. M'vjen keq me qenë skeptike, po atë që kemi merituar ose që është duhet ne ta kemi, qysh prej vitit 2012 nuk e kemi as në ditë sotit. Do me thonë, pavarësisht përkrahjes ne qëndrojmë goxha varfër në atë se çka i zhdut me pas në sensin politik dhe të shtendërtimit në krahasim me atë që kemi sot. Do me thonë, as viteve të 90-ta nuk kemi pas përkrahjen e duhur. Sidomos të... Se kemi pas këtë përkrahjen e duhur? Jo, nuk e kemi pas se... Kur vjen për shembull Holbrooku takohet me një ushtar të QK-s në UNIT. Ajo është pak a shumë është formë, ajo është pak a shumë formë, po në substancë, për shembull, prapë këthen atë e drejta ndërkombëtare. Komisioni Badinterit në vitin 90 del me opinionin se Jugoslavia po shpërbëhet edhe e shpjegon në këtë mënyrë. Jugoslavia po shpërbëhet si një lisit kur i bin degët dhe flet vetëm për republikat. Në asnjë moment nuk e merr parasysh situatën ose gjendjen ose pozitën e Kosovës me Kushtetutën e 74-s dhe komplet e trajton si pjesë të Serbisë. Dhe këtu unë mendoj që duhet me qenë na kritik sepse nuk e kemi asnjëherë nuk kemi trajtuar me rëndësinë të cilën jemi duhet mu trajtu, dhe asnjëherë nuk e kemi marrë atë që e kemi meritu. Ne edhe në ditë sotit e kemi pavarësinë e cunguar, me sovranitet të cunguar dhe me integritet të cunguar. Po ashtu edhe në këtë rast po flas pikërisht për veriun e vendit. Do me thonë jo, nuk e kemi pas përkrahjen, po jo përkrahjen të cilën jemi duhet ta kemi në vitet e 90-ta, sidomos prej Shteteve të Bashkuara që është një superfuqi. Dhe mos flasim atëherë për Evropë. Zoti Mehmet? Në qoftë se jemi në vitin 1995 të jetoni, duhet themi që Kosova ishte përjashtuar nga proceset për zgjidhjen e problemeve në Jugosllavi, edhe në konferencën e Gjenevës. Ishte injoruar edhe nga Komisioni i Badinterit dhe u la anash gjithashtu edhe në Dayton. Dhe kjo i bëri shqiptarët që të mendojnë se bota na la anash na harroj çfarë po ndodh. Ata bota, do të thonë, po interesoheshin që të ruhet paqja në Kosovë. Po jo më larg kësaj. Dhe po flitej tash për një zgjidhje të një çështje të Kosovës, e cila nuk mund të shkonte përtej një autonomie. Dhe pastaj në fillim vitit 1998 edhe u tha qartë, do të thonë që nuk pranohet ma status quo-ja në Kosovë, por nuk pranohet as pavarësia. Dhe këtë qëndrim mbanin pak a shumë të gjithë kohëri, si thush, diplomatik e jashtëm karshi Kosovës. Në janar të vitit 1976, me njerë pas Daytonit, kosovarët lexuan një mesazh interesant nga Rudolf Perina, një diplomat e njohur amerikan. Dhe kur e pyetën gazetarët pse Kosova nuk ishte në Dayton, ai tha në Dayton janë ftuar ata që kanë luftuar. Kjo ka qenë mesazhi, po. Dhe këtu ndroi tash në mendjen e kosovarëve, në mentalitetin e tyre, qëndrimi i tyre për të mbajtur me çdo kusht paqen, për të mbajtur me çdo kusht qetësinë dhe për të pritur një ditë të bukur kur do të vijë liria, ndoshta pa sakrifica sikur që e bënin popujt tjerë, dhe nisi të mendohet për televizor ma me gjallëri, bile edhe në drejtim të luftës. Ndodhen pastaj në vitin 1997 demonstratat e studentëve, pastaj nisën veprimet e ushtrisë shqiptare të Kosovës. Nick Hill, sekretari i parë i ambasadës amerikane në Beograd, në 28 shkurt të vitit 1998 tha, po më duket filloi lufta në Kosovë, kur në Likoshan ndërhyn forcat serbe, pasi atje kishte nisur me një sulm të ushtrisë shqiptare të Kosovës, në cilin ishin vrarë 4 policë, dhe këta vranë 25 shqiptar, qytetar të pafajshëm, dhe ai tha,
po më duket që filloi lufta në Kosovë. Dhe fillimi i luftës në Kosovë kishte ndryuar shumë çka në bindjet edhe, ose në qëndrimet paktën të themi, se nuk mund të them që Amerikanët besonin që me Miloševićin aq lehtë do të mund të merren vesh, mirë po ata duhet ndiqnin një politikë paqësore për zgjidhjen e problemit. Ju kujtohet për shembull Gelbart në qëndrimet e tij ndaj Kosovës, ndaj ushtrisë shërbëtare të Kosovës. Pastaj disa deklarata shumë interesante. Pastaj ato mundësi të zgjidhjeve të gjitha në rrugë paqësore, për të krijuar një leadership në Kosovë që do të hynte në bisedime etj. Kur ndodhi sulmi në Prekaz me 5 mars të vitit 1998, Gelbart ndryshoi plotësisht qëndrimin e tij ndaj këtyre politikave, si thosh paqësore dhe të buta për të zgjidhur çështjen e Kosovës me një marrëveshje politike, dhe ai ishte tash shumë më i fortë në deklaratat e tij dhe në qëndrimet e tij, sepse po ndryshonte gradualisht me kokforcin e Miloševićit dhe me gjenocidin që po ushtroi në Kosovë, po ndryshonte gradualisht edhe politika amerikane, gjithnjë duke u fuqizuar në kundërshtim të këtij regjimi dhe në përkrahje të çirimit të Kosovës. Viti 1998 përbën tash, si thosh, gurin e provës të historisë së re të Kosovës, jo vetëm në kuptimin e faktorit të brendshëm, por edhe të faktorit të jashtëm dhe sidomos të Shteteve Bashkuara të Amerikës që ishin në rolin pris ndërkombëtar për çështjen e Kosovës. Ky vit është i mbushur plot ngjarje dhe kulmin e tyre e arrin 10 maj, kur në Kosovë vjen një delegacion i madh amerikan në krye me diplomatin tashma shumë të njohur në botë, Bolduzher, që kishte marrë pjesë në procesin e Daytonit, Holbrooke, Richard Holbrooke, dhe i shoqëruar nga Gelbart, nga Christopher Hill e të tjerë që kishin ardhur me të një elitë, domethënë diplomatësh amerikan. Ai erdhi në Prishtinë atëherë për të nisur një proces negociator për të zgjidhur ose për të provuar zgjidhjen pa luftë të çështjes së Kosovës. Unë besoj që edhe vetë Holbrooku nuk ka qenë i bindur që mund të zgjidhet me bisedime dhe për më tepër me Miloševićin në krye të politikës serbe çështja e Kosovës, mirë po Shtetet Bashkuara të Amerikës duhet të provonin këtë kartë, duhet të shfrytëzonin dhe ta shpenzonin gjithë fuqin diplomatike që nesër të arsyetuaj ajo që ndodhi. Amerikanët kanë qenë të parët të cilët janë takuar me prej diplomatëve të huaj, do të kisha thënë, që janë takuar me drejtues të UÇK-s, që përmenda unë rastin e Junikut, që ka qenë megjithatë shumë, ka qenë lajm botror që sjell domethënë ajo fotografia e uljes bashkë me Holbrookut me ata provun me 10 maj së pari të krijojnë një unitet të faktorit kosovar, të faktorit shqiptar, të krijojnë një unitet politik të gjithë forcave dhe subjekteve, edhe ato ushtarake edhe politike që kishte. Ju keni qenë angazhuar drejt për drejt në këtë çështje. E dyta, ata provuan nëpërmjet të mjeteve politike dhe diplomatike të fillojnë një proces me Miloševićin dhe i dhanë shansin Miloševićit. Jo një herë. I dhanë shansin që ai të nis bisedimet duke dërguar një delegacion të Kosovës me Ibrahim Rugovën, pastaj Femi Aganin, Mahmut Bakalli, kush ka qenë tjetër, duket me 15 maj, shkuan në Beograd dhe Milošević kishte rastin të fillonte bisedimet. Holbrooke më vonë tha, ky show na mbaroi pa ndonjë sukses dhe përsëri unë jam i sigurt që ai e dinte që do të marrën ashtu, por ai duhet të shfrytëzonte të gjitha mjetet dhe të tregonte edhe të tjerëve që ne po bëjmë përpjekje të gjejmë zgjidhje, por në qoftë se ai nuk do të pranojë asnjë zgjidhje dhe Miloševići nuk ishte i gatshëm të pranonte asnjë pikë këtyre. Një shans tjetër i dha pastaj Holbrooku Miloševićit edhe në vjeshtën e vitit 1998 kur u kriju një anëpushim dhe ishin forcat vëzhguese të OSBE-s atëherë, kur ai nuk e shfrytëzoi. Shansi i fundit ishte Rambuje.
që përsëri nuk Të japim fjalën edhe për ambujesën, se edhe ju keni qenë pjesëmarrës edhe Zoti Mirovici, po ta ndarë kohën sepse ka shumë. Po megjithatë më lejo jo, para Rambujes, shkurt sepse Rambujeja është shumë e rëndësishme. Okej, pe Komisionit Badinterit. Komisioni Badinterit e boni padrejtësinë më të madhe, nuk ja la të drejtën e trashëgimisë ato që e tha zonja Morina. Pra, dhe nëse kjo ndodhi kështu, mos harrojmë që ndodhi edhe për shkak një përcaktimit ndërkombëtar që fillimisht edhe çështja e rrugës së ish Jugosllavisë ishte moto. Edhe nga evropianët, më së tomë, edhe nga amerikanët. Kur u pa se kjo nuk po ndodhë, dhe pikrisht për shkak të periudhës që ndoshta në histori mund të quhet të gensherizmit, dhe ai ishte njeriu në Evropë që më tepër dha kontribut këtu, dhe u pa se ish Jugoslavia po shpërbëhet, atëherë qëllimi ishte që në këtë shpërbërje ose në ripërbërje të shteteve mos të involvohet shtet tjetër jashtë kufive. Dhe këtu qëllimi ishte të Kosova, sepse po të ndizej Kosova, atëherë do të kishte, domethënë duhet marrë edhe këtë fakt parasysh dhe gjetën popullin, përmoston tani edhe njeriu që është konform kësaj dhe kjo duhet t'i atribuohet me plot merit Ibrahim Rugovës rreth çarkës së rustjes dhe kësaj qetësie. Tash kona dhe historia do të tregoj a duhet të bëhet kështu ajo tani ndoshta është edhe. Dhe të shkojmë deri më atutje pa ma e përmend edhe Daytonin. E vërtetë është që nuk u përmend Kosova fare në Dayton, po mos harrojmë një fakt. Kosova është përmend në Dayton, por është kushtzu nga Miloševići që nëse përmendet Kosova edhe formalisht në ndonjë dokument nuk merr pjesë. Praktikisht ka pas iniciativa dhe si shpërblim kësaj boll simbolik, po duhet përmend është hapja e zyrës amerikane që u bën vitin 96 me njëre dhe shkojmë më tutje dhe erdhëm deri te këto ngjarjet që po flasim ne, takimi që tha zoti Ajrizi në mbas ngjarjes prekazit në Beograd dhe ka pas edhe atëherë shumë kritika pse u shkue nuk është dashur të shkohet ky delegacion, por ky pranim nëse mund të themi, sepse tani ingranazhet ishin në anën tjetër shpirti luftarak i kosovarëve ruhej, dim prej vitit 90, përgatitjet për ushtri e tjera deri në paraqitjet dhe në fund Rambuje. 98 në Amerikë preteksti Kejdomi, misioni Reçaku dhe preteksti për konferencën e Rambujes. Konferenca e Rambujes quheshe konferencë ndërkombëtare për paqe ose për arritjen e marrëveshjes, si më thonë, dhe ishte zgjedhje e ndërkombëtarëve të përfaqësuesve. Nuk o vetë as parlamenti i atëhershëm, as qeveria e atëhershme, as liderët e atëhershëm sakt, tu kanë qenë dy grupe të përcaktuara. Grupi i, le të themi, politikës aktive paqësore në krye me Ibrahim Rugovës dhe grupi i luftës në krye me 5 përfaqësues që në atë kohë u formalizu me Hashimthaqin. Dhe këta pjesëmarrës në konferencën e Rambujes e kryen punën e vetë si mas mirti që është bën histori dhe roli amerikan cili ka qenë roli amerikan në Rambuje ka qenë dominant. Cili ka qenë kyç roli amerikan? I përmbledhur me 3 fjalë. Albrightit? Mund përmbledhet me 2 fjalë. O na jep në mundësinë t'ju ndihmojmë o ne tërhiqemi. Dhe këtu delegacioni shqiptar dhe ku ka qenë Mehmeti edhe ka qenë një ndër antarët, unë mund të them me kompetencë, sepse tanë kohën kam përcjell krejt takimet duke qenë prezent, ka qenë rol dominant i tij, sepse edhe i të tjerëve që kanë kontribuar krejt në hartim dhe ndërtim dhe krejt ato komision është bë punë shumë e madhe dhe shqiptarët roli amerikan dhe këtu absolutisht po, dhe këtu ishte ai, si me thonë, insistimi amerikan dhe kuptimi i delegacionit. Absolutisht po. Dhe në këtë rast mendoj se amerikanët bën atë që duhet bë dhe i sigurun edhe grupit që ishte më i hendikepuar në këtë rast i përfaqësuesve të ÇK-s, sepse mos të harrojmë se këta ishin njerëz që kishin mandatin e komandantëve dhe njësive në për zonat që kishin ardhur për të nënshkruar pavarësinë e Kosovës. Me këte nuk duhet të them që të tjerët nuk ishin, por dijeshet se në Rambuje nuk do të ketë pavarësi. Rambujeja ishte pretekst dhe u prek një parim ndërkombëtar që përfaqësuesit janë më të thirrur për të thonë që në emën të ruajtjes së aspektit human u prek edhe sovraniteti dhe në këtu rolin dominant e pat Amerika. Që vjen ndërhyrja e NATO-s, dhe është ndërhyrja dhe përfundimisht fitoria. Që do më thonë të ndërhyrja e NATO-s, me që kemi minuta shumë kufizuar. Roli amerikan që ka qenë
dominant, do thonë alianca e NATO-s ka qenë me kryen amerikanët, ata që kanë bombarduar domethënë ushtrinë e Miloševićit. Edhe kjo ka qenë rruga drejt çlirimit dhe ardhes deri tek pavarësia më pas. Unë kisha dashur me cek prap Veç mos më kalo, domethënë mos bën regret sepse unë duhet të mbet te bombardimit, te lufta e NATO-s. Konferenca Rambujës shumë mirë që përmend. Në konferencën Rambujës shihet përkrahja jo e bollshme e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, e cila insiston delegacionin e Kosovës për ta nënshkruar një marrëveshje e cila nuk bazohet në parimin e vetëvendosjes, e cila marrëveshje e lejon shtetin e Serbisë me gjitha ato masakra që i kishte veç bone për Kosovë dhe gjitha ata të zhvendosën që veç i kishin pa duke lëshu vendin, prap Amerika insiston së bashku me Evropën natyrisht që të nënshkruhet një marrëveshje e cila i lën 30 më pak se 30.000 trupa serbe në territorin e Kosovës. Do me thonë, përkthena vetëm me përforcu poentën që e pata ma herët që prej tënë atë përkrahje që i kemi marrë, ne nuk e kemi marrë atë që meritojmë gjatë historisë, shqiptarët e Kosovës edhe në ditë sotit, ne... Është sfidat e amerikanëve për të bindur evropianët, për të marrë me këtë çështje, këto do të pasur parasysh. Po, natyrisht. Se dje keni lexuar, besoj që keni lexuar librin e Clarkut, i cili flet... Unë jam shumë e vetëdijshme që duhet me bo emisione pas emisioneve për ta diskutuar gjeopolitikën edhe marrëdhëniet e Amerikës me Evropën edhe në ditë sotit. Natyrisht, sot s'kemi kohë, po mendoj jemi të folë për përkrahjen e një superfuqie, unë e mendoj që në kontekstin e shqiptarëve në Ballkan nuk është bo, në fakt janë bo padrejtësi të mëdha, edhe padrejtësi të mëdha vazhdojnë edhe në ditë sotit në mënyra tjera. Për shembull, e kemi rastin me Evropë, se zgjerimin e Evropës dhe mënyra se si ne trajtohemi si Kosovar në krejt këtë procesin. Po më sthymë se i intereson po, s'kemi ko. Ishim të intervenimi NATO-s. Në fakt, historia, me gjithë që është histori shumë e fresk, na tregon pak më ndryshe intervenimin e NATO-s, ose insistimin e cili shtet ka qenë insistus në intervenimin e NATO-s, ka qenë Britania e Madhe, sidomos Partia Laboriste në krye me kryeministrin e tyre Tony Blairin, i cili ka insistu të administrata e presidentit atëhershëm Clintonin për një ndërhyrje edhe një ndërhyrje biles toksore. Ndërkohë që ka pas një general amerikan Wesley Clarkun. Po, ka qëllu edhe, në fakt edhe, i cili edhe ka kriju disa fraksione në mrena e NATO-s, sidomos tek evropianet me vendimet e shumta të tillë ose me vendimet ndoshta të Mavericsit në mënyrën që i ka marrë. Do me thonë, prap përkthena, po, ka natyrisht përkrahje të bollshme, po janë edhe këto detale që duhet të përmenden, që unë mendoj janë me rëndësi për neve me i ditë, sidomos gjeneratat të cilat momentalisht merren me formësimin politik dhe të shtetësisë të Kosovës, që neve na është janë bo padrejtësi të panumërta dhe vazhdojnë të na bëhen padrejtësi të panumërta, edhe në ditë sotit, kur vjen, kur është mbytje pozita e Kosovës dhe e shqiptarëve në përgjithësi në Ballkan dhe në Evropë. Po. Për fund. Ka pasur një shprehje të lezetshme me Madeleine Albright, sekretarja e Shtetit të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Ashtu ju lutem na ndihmoni që të mund t'ju ndihmoj. As politika shumë ma e fort amerikane, as Rambuje dhe as intervenimi nuk në ndodhën në Kosovë pa shpërthyer lufta në Kosovë, pa luftën e ushtrisë shqiptare të Kosovës. Kjo bëri të mundur që të ndrojë gjithçka dhe të bëhet më intenzive edhe politika ndërkombëtare kundër Kosovës dhe të bëhet kaq intenzive sa tash kemi hyrë në një fazë kur jemi në vujtje nga bollëku i lëndës dhe e kemi vështirë ta shfrytëzojmë këtë kohë pak që na mbeti se harxhum tjetër për ta thënë këtë. Ushtria shqiptare e Kosovës ju dha materialin, ju dha argumentin, ju dha për t'ju ndihmuar për t'ju ndihmuar bota Kosovës. Sepse fundit ata kishin hyrë për ta bërë luftën edhe pa ndihmën e botës që do të zgjaste me siguri shumë kohë. Këtu në Prishtinë ka pas një zyre të ushtrisë shqiptare të Kosovës në krye me zotin Demaçi që përfaqësonte politikisht ushtrisë shqiptare të Kosovës. Unë duhet të thënë këtu me këtë rast tash që Recep Çosja ishte në kryet një subjekti politik të Lëvizjes Bashkuar Demokratike, që nuk njihet shumë, por që ai njeri, qoftë edhe personalisht, ka bërë kaq shumë
për afirmimin e ushtrisë shqiptare të Kosovës në plan ndërkombëtar, sa sot nuk njihet as 5% e atij kontributi që ka bërë ai për ta njohur dhe për ta bërë të pranueshme ushtrinë shqiptare. Ndroi domethënë plotësisht qëndrimi i botës karshi ushtrisë shqiptare të Kosovës nuk konsiderohej më si një fuqi, si një luftë terroriste etj, por një ushtri shqiptare. Dhe erdhi Rambuje. Erdhi momenti kur në diplomaci, arti e diplomacisë është në qoftë se shfrytëzohet momenti dhe në qoftë se shfrytëzohet mundësia historike që tipet. Edhe ne kemi shfrytzuar. Dha ky moment jo vetëm për ne, po edhe për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që i prinin që është e vërteta gjithë kësaj fushate të ndërhyrjes ushtarake në Serbi. Për ta fuqizuar këtë, domethënë unë ju falenderoj shumë që ishit pjesë, di që duhet shumë kohë për ta diskutuar këtë rolin amerikan, domethënë në çështjen e Kosovës dhe në pavarësinë e Kosovës, por për ta fuqizuar gjithë ato që biseduam, është deklarata e presidentit Bush në takimin që ka pasur me ish presidentin Kosovës, domethënë dhe kryeministin Thaçi në shtëpinë e Bardhë. Me këtë deklaratë, domethënë të presidentit Bush ne japim fund emisionit Randevu. Faleminderit që na ndoshëm, mirëmbëjtje. It has been an honor to welcome the President and Prime Minister of an independent Kosovo to the Oval Office. I'm proud you all are here. I welcome you. I'm a strong supporter of Kosovo's independence. I'm against any partition of Kosovo. Jam një përkrahës i fortë i pavarësisë së Kosovës. Unë jam kundër çdo ndarje të Kosovës. Misioni i Kombeve të Bashkuara duhet të transferohet misionit të Bashkimit Evropian EULEX, sa më shpejt që të jetë mundur. Unë dua t'ju falenderoj për përkrahjen e të drejtave të pakicave dhe për zbatimin e plot të planit Ahtisarit. Ne diskutuam për një sër çështjesh. Ne diskutuam për problemet për të cilat ndeshet Kosova sot. Dëshirën e saj për të njohur nga sa më shumë vende. Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të punojnë me ato vende që nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës për t'i bindur ato që ta njohin sa më shpejt që të jetë mundur. Ne diskutuam për ekonominë, arsimin, si dhe për aspiratat transatlantike të Kosovës dhe të Serbisë, që Shtetet e Bashkuara i mbështesin në të dyja rastet. U theksova dy udhëheqësve që ata ishin ulur poshtë portretit të George Washingtonit, themeluesit të Shteteve të Bashkuara në liri. Unë e vlerësoj kurajën tuaj, rolin tuaj udhëheqës dhe po ju shpreh angazhimin e Shteteve të Bashkuara se ne do t'ju ndihmojmë për realizimin e ëndrave tuaja. I appreciate your courage. I appreciate your leadership. And I commit the United States to help you realize your dreams. Welcome. Thank you.